Cilat mund të jenë gabimet më të rënda që hasen namaz? Për gabimet të rënda që hasin në namaz është jo pastërtia e mirë kur futemi në namaz. Që do thotë, kur futemi në namaz duhet jemi të pastër. Të pastër në kuptimin e pastërtisë kur njeriu shkon për nevojat e tij personale, duhet që pastërtia të jetë në maksimum. Sepse do të dalësh përpara Zotit, do të flasësh me Zotin e gjithësisë. Dhe Zoti ka thënë: "Wa thiyabaka fatahhir", rrobat pastroj. Pastroj në kuptim metaforik që nuk kupton shirkun, dhe pastroj në kuptimin fizik që nuk kupton pastërtinë. Pra Zoti i Madh don prej nesh që kur të takohemi me të temi në mënyrën më të mirë të mundshme të higjienës dhe të pastërtisë. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet merr abdes, për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon rrobat e tij. Për këtë arsye muslimani përpara se të falet kontrollon vendin ku do të falet, sepse ka të bëjë edhe në gjendjen psiqike të njeriu, pastërtia e trupit të tij. A nuk e ke vënë re me veten tënde për shembull, se kur je i pastër, ndihesh më mirë. Dhe kur ndjen që kundërmon ndonjë lloj ere të caktuar ose qoftë edhe aroma gojës, nëse e kupton që del erë keqe nga goja, nuk ndihesh mirë. Për këtë arsye është kushtuar shumë rëndësi kësaj pjese. Për këtë arsye është thënë në hadithin e pejgamberit alayhis salam, at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e besimit. Pse? Sepse pa pastërtinë pranohet namazi, pas të pranu namazi, të presim Ramazanin pastaj që të na pranohet Ramazani. I bjerë me 11 muaj pushim pas të pranu namazin. Për gabimet që ndodh kur falet namaz është mos përqendrimi në namaz. Pra e gjeni një fal namaz po është i hutum, se di çfarë kënon, se di çfarë thot. Numrin e bën si numër, lëvizjet i bën si lëvizje, ndërkohë që ka humb shpirti i namazit. Pra namaz i that, namaz fasad, namaz sa përshënu aty që e fala. Dhe faktikisht ky nuk është ai namazi që ka kërkuar Zoti prej nesh. Se Zoti s'ka nevojë për namazin ton. Zoti ka nevojë për nesh, astagfirullah, Zoti kërkon për nesh që ne namazin ta falim me shpirt, duke e ndjer në çdo moment se po flasim me Zotin. Duke përjetuar namazin në çdo moment, në çdo hap që hedh namaz. Për gabimet që ndodhin kur falet namazi është jo korrektësia në leximin e Kuranit. Pra akoma e gjen muslimanin i cili ka 10 vjet që fal namaz, edhe nuk dallon han nga khaja dhe nga haja, dhe nuk dallon sinin sën nga s-ja, dhe nuk dallon dën nga d-ja, dhe nuk dallon tën nga taja. I bën lëmsh kur i lexon shkronjat, i bën lëmsh me mënyrën e leximit. Edhe çfarë në El-Fatiha, që El-Fatihaja është shtyllë për shtyllave të namazit. Për gabimet që hasen gjatë namazit janë lëvizjet e shumta, të parsyetuara. Njëherë rregullon kopsën, njëherë tjetër rregullon jakën, pastaj i kujtohet që çelësi që kanë krahun e majt duhet ta çojnë krahun e djathtë. Pastaj i kujtohet se duhet liru një vrim nga rripi. Pastaj i kujtohet se veshin e djathtë e ka të bllokuar dhe fillon atë zhbllokimin e veshit. Dhe një që e shef nga mrapa thot subhanallah, si nuk i ra veshin tokë. Mos më thon pastaj që nxjerr çelsin edhe e rregullon veshin. Rregullon veshin me çelës gjatë namazit. Apo gjëra të tjera, mos më thon pastaj hunët edhe higjiena e hunëve në namaz. Apo celulari i bjerë dhe ka rrezik ta kthej përgjigjen aty janë duke u fal, i shkruan aty se namaz jam të u fal.
Allahu më ruaj. Pra të shpërqendrim. Gjëja unë kam vënë re, më thonë në këto kohë që gjëja që më shumti është sëmundje dhe epidemi sot është mos përqendrimi në namaz, ose shpërqendrimi në namaz, ose humbja e vëmendjes nga namazi. Dhe ky është një problem shumë i madh. Prej gabimeve që mund të hasen gjatë bërjes namazit është momenti i fillimit namazit. Momenti i fillimit namazit është momenti më delikat dhe deciziv për vazhdimsinë e namazit. Pra, nëse njeriu vjen namaz, Allahu, bën tekbir, lidhet namaz, edhe se kupton se çfarë po bën, ose nuk e ndjen ashtu siç duhet këtë moment. Po çfarë duhet mendoj në këtë moment? Ti në këtë moment duhet mendosh se çfarë është duke ndodhur. Asgjë më shumë. Çfarë po ndodh tani? Kur ti jep tekbir dhe lidhesh namaz, Allahu, Zoti i gjithësisë, të drejtu ty. Kaq do të ishte, vetëm kaq, kur njeriu të çojë në mend, në momentin që thot Allahu Akbar, vetëm kaq çojë njeriu në mend, mjafton që të paktën 50% namazit të jetë i vëmendshëm. Gjysmën e namazit. Në momentin që njeriu vjen namaz, Allahu Akbar, dhe falet, ky njeri e ka nisë qysh në fillim në dysheme. Dhe ky e ka shumë vështirë të ngrihet nga dyshemeja në tavan. E ka shumë vështirë. Prej gabimeve që gjejmë gjatë namazit është mosbërja e rukus siç duhet. Kështu bëhet rukuja. Shpina duhet të rritë drejt. Dikë e gjem që e bën kështu. Pra, kur bjerë në ruku, bjerë kështu. Pra, këtu është shpina, kurse ky ka shku këtu. Niveli i kokës ti gati sa shkon drejt me gjunjët e ti. Po ta shofësh nga jashtë, duket një kënd kështu. Ta shofësh nga anash. Ky është problem. Po si duhet jetë kënd i drejt. Tu do të formu një kënd i drejt. Kënd i drejt. Kaq. Ose gjën tjetrën që e bën kështu. E bën një gung mes shpinës. Dhe kemi një model tjetër që është modeli i bërjes së rukus kështu. Rri lart fare. Vetëm pak e ul kokën. Ora rukuja është me i ul aty lart. S'mund të rish përpara ti me kokën lart. Përpara ti duhet me ul kaptinën. Do të rri koka kështu, drejt. Dhe ky është një gabim tjetër që haset gjatë rukus. Si thaj, e shifsha pejgamberin sa që kur bënte ruku, po të derdhe uji mbi shpinën e tij nuk do të derdhej uji. Thon kështu, drejt. Dyst. E qartë? Kështu duhet të jetë. Ja, si kjo. Pa këto letrat. Kështu, drejt, si kjo. Prej gabimeve që ndodh gjatë namazit është mosbërja mirë e sejdës. Në sejdë komët lartë mrapa. Uli me shpirt, uli se po na fluturon. Po na fluturon në sejdë. Po ikë në ajër. Uli këmbët, mbështetje. Ose mos prekja e hunës. Vetëm pak baluket, e baluke. Edhe balli, gjysma ballit lart, edhe huna lart. Ky se ul hunën kollaj. Po emër përpara Zotit duhet me ul hunën. Mos e ul përpara njerëzve, mos u bë pul para njerëzve, po përpara Zotit ule, s'ka problem. Se Zoti e meriton. E ka hak Zoti me ul përpara Zotit. Përpara njerëzve po, po që e burr para njerëzve mos e ul hunën. Këto janë disa gabime që mund përmenden, domethënë që ndoshta njeriu nuk i kupton po ta marrë namazin nga njerëzit ose po ta marrë duke parë njerëzit se si falin namaz.